mashtrime, gëzojmë mashtrime, doli ai te Fejziu, e mamën që bërë debat me Fejziun dhe tha do ta tregojmë ty edhe e bërë të futi te Fejziun aty duke bë debat Fejziu me Edi Ramën. E kupton ku jemi, jemi në një situatë tallën këta me popullin shqiptar, e kupton tani ku jemi. I bë Fejziu sfidë Ramës, Rama i bë Fejziu. E kupton ku kemi arritur në zotëri. Edhe ti tani më thua është aty te kësaj. Ore, zoti Trump është presidenti i Amerikës. Ti mendon Dylber që Trumpi është kaq shumë budalla të vite investojë në Shqipëri kështu në këtë formë? E mendon ti këtë? Ti e di që Trumpi prit se nuk dua të mashtrojmë njerëzit tanë që flasim. Se i dua shumë se na dëgjojnë. Tani, ti e mendon se kur të zbresi Trumpi me gjithë atë gjërudi që ka bërë në Amerikë? Amerika, policia amerikane, ato që janë sekrete, nuk do merren pastaj me familjen e Trumpit? Avokat, ai nuk Dhe ti mendon, prit tani, se më bën nevrikos tani, jo, të lutem për nevrikos. Ti mendon që njeriu që është lëkura e tij e ngjeshur me fondacionin Soros, Trumpi do bëj gabim që të shkoj te goja e ujkut dhe të investoj? Oh my god, sa budalla duhet jetë. Po, atëherë jam dakord, duhet të jesh shumë budalla. Të shkosh te goja e ujkut, ku është me Sorosin, të investoj familja jote, ku ai sapo të zbresësh në 2028 nga pushteti, gjithë policia dhe federale do merret me çfarë ka bërë Trumpi në Shqipëri dhe Rama dëshmitari Trumpit kundër familjes Trump kur Rami do të bie nga pushteti. O, tani jemi në rregull apo jo? Avokat, unë mendoj që ai s'digje fare për këtë se s'vajte as te das me djalin, po. Po kush nuk e di më gjitha djen këtu, ne dim ç'a bëhet këtu ngjitur, jo mos ç'a bën ai në gjithë botën edhe ç'a. Ore, kompania Trump është kompani Trump se nuk i bë lekët miliardat i duke bërë budalliqe, më kupton? Nuk është si puna jonë që zgjon mëngjes këtu në Shqipëri bën Rama, ç'a do bëjmë sot? Për shemb gjithë Shqipërinë. Shembe, ku zgjot ky popull, ç'a do bëjmë sot? Do të gjenerojmë drejtësi. Po s'ka problem ku e kupton ky popull. Ore, edhe një herë, do të kuptosh një gjë shumë të thjeshtë. Administrata Trump ka punë tjetër, Trumpi në biznesin e tij është punë tjetër, dhe kurse si Trumpi nuk do lejoj veten e tij që në gojën e ujkut, edhe një herë po ta them, tek njeriu që nga mis deri në darkë është në dashuri platonike ose reale, se dashuria nuk kupton gjithmonë marrëdhënie ashtu siç mendojnë pas orës 12. Por të mendosh ti këtë gjë, mendoj naivitet. Dhe shumë budalla të mendosh që ai, more edhe një po të them more, ore sa po të vi ambasadori amerikan, bravo do bëj namin, pse? Do takoj ai ambasadori Brown, do i thot bravo, ato budalli që i thot kaset njëri tjetrit duke mashtruar njëri tjetrin. Dhe do dali bravo që të fuqizoj veten e tij dhe thot, për shkak të partneritetit ndërkombëtar fut gjithë shqiptarët në burg. E do bëj statistika ai. Dhe në fund fare, për shkak të përplasjeve brenda grupeve rivalëve të Spagut dhe të grupit ekonomik, arrestohet Rama. Avokat. Dgjoj avokat. Mos ndoshta po i bjem qaf kot kësaj kompani sepse dhe Berisha tha sot. U fola për kompani? Mbrojmë investimin, tha Berisha. Edhe një, unë fola për kompani? Jo. Unë fola për fenomenin. Ti më the për Trumpin. Unë thash përgjigje. Tani, unë them, jam Gylseni, ti je Dylberi. Një kompani, po vjen një investim i huaj. Edhe Berisha tha Berisha tha, duhet të mbrojmë investimin e huaj, tha. Edhe njerë, investimi i huaj në tokën e privatit që është dhënë në mënyrë të lishme, pse ta refuzojmë? Por investimi i huaj duke kapur dhe uzurpuar, vjedhur, degraduar, dhunuar me punojës privat, policisë, qytetarët shqiptar, apo çdo njeri, nuk ka rëndësi origjina, është dhunë, e rëndë kjo gjë. Dhe përveç kësaj, edhe drejtori policisë thotë që na përpruan. Po kush e llogarit ata më, kush e llogarit ata? Ore, policia e Shqipërisë, nuk është më policia e Shqipërisë, është policia e partisë. Ta kam thënë vazhdimisht sa po bën protesta, duke injoruar popullin jon,
policin, ato që janë me grada, që dhunojnë protestues, vrasin, rëmbejnë, shkatrojnë, janë gjobdhënës. Dhe ti më thua e mua për këte polici, kjo është policia partisë. Unë të ty e kam thonë, Ardi Veliu nga krye policë u bë zëvendës ministri i Partisë Socialiste. Nga zëvendës ministri i Partisë Socialiste u bë ai që kontrollonte punojësit e policisë. Këtu ka mbaruar policia e shtetit, ka mbaruar, nuk ekziston më polici shteti. Është policia e Partisë Punës, policia e Partisë Socialiste, kuptojeni dhe ju socialistë, se do ju bëj si i bënte Hitleri atyre që përdorte. Në fund fare para mbarimit, shkoj i pastroj. Pse? Që të fshien provat. Kështu do vjen momenti kur partia do ju përdor e do ju flak, sepse do ju bëj statistik. Po. Lutem avokat, ju deri tani në bisedat që kemi bërë, ju keni qenë koherent në bisedat që kemi bërë. Edhe se tani nuk jam koherent. Jo, më lejo të dalë tek pyetja, nuk mendoj që keni dalë ndonjëherë bluff tek bisedat që kemi bërë. Tani, lutem thuaj, si mbyllet kjo histori? Shiko tani, unë nuk dua të dalë bluff, por ndonjëherë duhet të dalësh edhe bluff që të dalësh aty ku duhet. Por do pak delikatesë. Do marrim në asaj që do thuash. Jo, merr mesataren më mirë. Është një moment shumë i vështirë. 2026 dhjetor do t'jenë goditje të rënda. Sepse ty duhet të bënte një çudi që s'ma bëre pyetje dhe shumë gabim bëre. Dhe nuk ta fal. Nuk më bëre pyetje pse protestuesit dje than Saliu në burg e Rama në burg. Unë, si avokat, e di që Saliu një kohë e ka në burg. Pse? Se ishte arrest në shtëpi. Tani, unë e di që sot Spaku ka marrë po bën veprime ku nuk ka pse të bëj sepse nuk e as grup strukturuar kriminal, nuk e as gjë, si të marrësh ti veprime duke bërë kontrolle, ç'a kontrolle do bësh ti? Do ta mos kanë një përçëdim, edhe e kanë marrë, pastaj mund ta si bën qokën e Diramës ndonjëherë, edhe kësaj të radhe po ja bën përsëri. Gëzoni se Spaku është i pavarur, si ato lere më mos flasni mua beti dhe pavarësia është vetëm majtas po ha avokat, ç'a qefi të Beramës. Po, gjithë ata thash, ore, nuk ta thash kot